إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, për ti ndihmë kërkojmë dhe vetëm për Allahut falje për gabimet tona kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi të devijojë, dhe atë që lën Allahu në humbje në devijim, askush nuk ka mundësi të udhëzojë posti. Salat e selamet për shëndetjet tona më të përzemërta ja dërgojmë pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, prej obligimeve të Allahut Azza wa Jall, e që mund të quhet edhe obligimi i 6 pas 5 obligimeve, pas 5 shtyllave që i kemi, është një obligim me rëndësi të veçantë. Ajo është urdhëri, ajo obligim është urdhëri në të mirë, në punë të mira dhe ndalimin nga e keqja. Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: juve ju kemi zgjedhur si ummet, si popull më i mirë, që është që ka dalur ky popull për njerëzimin, për të mirën e njerëzimit. Për çfarë? Sepse urdhëroni në punë të mira dhe ndaloni nga e keqja dhe besoni tek Allahu Azza wa Jall. I zgjodhi Allahu Azza wa Jall besimtarët dhe i titulloi dhe i cilësoi si popull i zgjedhur. Për çfarë cilësie, për çfarë arsye? Arsyeja është se urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Të dashur vëllezër besimtar, do të flasim rreth rrezikut të normalizimit së keqes. Me urdhrin e të mirë, ne dim që besimtarin nuk është patjetër të triumfojë e vërteta të del në shesh, por me urdhrin e të mirë dhe me ndalimin nga e keqja arrihet diçka, arrihet që njerëzve të bëjnë me dije që e keqja duhet të jetë e keqja dhe mos të normalizohet e keqja. Gjë që dha njeri i cili vepron vepra të këqija me e ditë se është duke bërë keq, e mos të normalizohet e keqja të ai duke ju dok se është duke vepruar diçka të lejuar apo diçka të mirë. Përderisa ekziston e bardha dhe e zeza, ekziston edhe e mira dhe e keqja. Përderisa ekziston meleku, ekziston edhe shejtani, ekziston e mira dhe e keqja. Përderisa është imani, besimi tek Allahu Azza wa Jall dhe mos besimi, kufri, ekziston e mira edhe e keqja. Përderisa ekziston xheneti edhe xhenemi, do të ekzistoj e mira edhe e keqja. Por kujdes të kemi nga normalizimi i këtyre gjërave. Pra të keqes me i thonë e mirë, edhe të mirës me i thonë e keqe. Ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur besimtari, kur njeriu vepron ndonjë gabim, ndonjë vepër të keqe, i pikohet një pikë e zezë në zemrën e tij. E vazhdon me vepra të këqija derisa ti nxihet komplet zemra. E kur i nxihet zemra, thot mo, është sikur se një gotë e përmbysur që nuk pranon, nuk mundet më mbush. Atëherë mo, thot as nuk e pranon të mirën, as nuk e pranon të keqen, dhe këto vlera i ndryshohen. E keqja i duket normale. E që për fat të keq o vëllezër të dashur,
Sot shumë gjëra po i vrejmë në shoqërinë tonë, shumë vlera që janë zbehur ato vlera në syrin e plot njerëzve. Dhe që në të kaluarën ka qenë në turp ato vepra dhe ato veshje apo ato zhveshje, e sot janë normalizu. Sot mo i kemi pranu. Sot mo po i jetojmë me ato dhe nuk po na duken si të këqija. Nëse dikur një djalë i ri, nëse ka pi duhan, ka qenë shumë e madhe, shumë gjë e shëmtuar dhe e keqe, sot ajo është normalizu edhe para syve të prindërve të tij. Po duket një gjë e vogël. Hajmasis nuk pe pin atë më të madhen, atë më të keqen, pe pranojmë këtë të keqe dhe pe pranojmë si të lejuar. E mora një shembull vetëm tek duhani. E mos të futemi në gjëra tjera që i shohim në për familjet tona, tek fëmijët tanë, tek vajzat tona, e që dikur jemi tërpëru, apo i kemi përqesh të tjerët, apo i kemi kritiku të tjerët, pse kështu kanë lejuar ata prindër, e sot mo, ajo e keqe është normalizu në syrin e prindërve. A e dini pse? Sepse kemi lejuar që në shtëpia tona të shifen seriale të ndryshme. Në ato seriale ku janë shtypur vlerat e besimit islam. Në ato seriale ku imoraliteti është dukur si një gjë normale, kinse është e drejta e saj. Sepse ajo po ndihet e fyer edhe po e lë bashkëshortin e tij, pra po e traton bashkëshortin, po shkon me dikë tjetër, edhe filmi këtë e cila është duke bërë imoralitet e viktimizon, gjë që ju a bën të pranuar njerëzve të cilët janë duke shikuar që të solidarizohen ma të pamoralshmen, duke ndjerë dhimbshuri, edhe bën imoralitet, edhe janë prekrahës të asaj aktoreje, qofshin në serialet të ndryshme, qofshin në Big Brother dhe emisione tjera të devijuara. Andaj o vëllezër të dashur besimtar, kujdes nga normalizimi i harameve, qofshin edhe në familjet tona, qofshin ato dhe më larg. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot që imani më i fort i një besimtari është që kur ta sheh një të keqe, kushdo prej juve, ka thënë pejgamberi sa që e sheh një të keqe, le ta largoj me dorë. E nëse nuk mundet, atëherë me gjuhë. E nëse nuk mundet, atëherë le ta urrej mëkatin me zemër, dhe ky është imani më i dobët. Është imani më i dobët. Kujdes o vëllezër të dashur, kujdes nga mos urrejtja e mëkateve. Nëse nuk urrejet mëkate dhe me zemër, e që është imani më i dobët, atëherë mo, çka po jetë për imanit? Andaj, dietarët kanë thënë, nëse dikush fal namaz dhe agjeron dhe fal namaz nate, kurse kur të shet të keqen, nuk urdhëron, nuk ndalon për të mirë, pra nuk urdhëron për të mirë, nuk ndalon nga keqja, apo më së paku edhe nuk i skuqet fytyra nga harami kur e shef, dhe ky njeri kur do të del para madhrisë Allahut azza wa xal, do të del me fytyrë që ju kanë nxi fytyra, jo me fytyrë të ndriquar nga imani, por me fytyrë të nxirr nga mëkati që nuk ka urdhëruar në të mirë dhe nuk ka ndaluar nga e keqja, as fytyra e tij nuk është e skuqur për haramet që i ka parë. Allah na ruajt, Allah na uzoft, Allah na fal mëkatet. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojmë Allahun Azza wa Jalla, salat e selamet ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wa salam. Vëllezër të dashur besimtar, Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: besimtarët dhe besimtarët janë miq me njëri tjetrin, urdhërojnë në të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Urdhri në të mirë dhe ndalimin nga e keqja është prej shkaqeve të largimit të hidhrimit të Allahut subhanahu wa taala. Nëse dikush është besimtar, nuk urdhëron në të mirë dhe nuk ndalon nga e keqja, ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka urdhëruar Allahu azza wa jalla që të shkatërrohet një popull, meleku ka thënë Allahut: po o Zot, është dikush aty që është duke të adhuruar ty. Ka thënë nisja prej atij. Por pse o Zot? Sepse ai nuk ka urdhëruar në të mirë dhe nuk ka ndaluar nga e keqja. Ai është fal veç për veti. Dhe kështu të thonë, ti falu veç për veti, mos të intereson se çka bëjnë të tjerët. Po e keqja, sikurse që është të fjale popullit, ajo keqe që vjen të kojshia pritet të këti. Pra, ne si shoqëri duhet të punojmë që gjërat e keqia që janë në popullin ton, e që nuk i përkasin as fesë ton, e nuk i përkasin as traditës ton, të popullit ton, të kombit ton, të vendit ton, duhet të këshillojmë të tjerët, ti tregojmë se kjo është një e keqe. Kjo është një e keqe që është përhapur në mesin ton, e nuk ka qenë në të kaluarën, që ta ruajnë familjen ton, sepse të tjerët ka vinë me agenda të caktuara, që dojnë tek populli më u përmbys këto vlera, që me filma të caktuara, ku fëmiu tregon mos respekt ndaj prindërve të tij. Edhe kjo tregohet si gjë normale, ku fëmiu shpreh urrëtie ndaj babës së tij, thotë të urrej o bab. Edhe këtë film të animuar e shikojnë fëmijë tjerë, edhe kjo futet në ndërdijen e fëmijës. E tani prindi çuditë thotë: ku e gjeti këtë fjalë djali im që po më sillet kështu? Djali im po ka sjellje të keqe ndaj meje, djali im nuk po më respekton. Ai në fakt këto gjëra janë futur në ndërdijen e djalit, në ndërdijen e vajzës përmes filmave, qofshin ato filma vizatimor apo emisione tjera që i ka parë nëpër mjetet e informimit. Andaj vëllezër të dashur, të kemi kujdes nga ky rrezik, nga rreziku i normalizimit të këqijave. Allahu Azza wa Jall për në fund e përmend me një ajet ku tregon që këta njerëz që i kanë harruar urdhnat e Allahut Azza wa Jall, nuk kanë zbatuar urdhnat e Allahut subhanahu wa taala, thotë Allahu: i kemi shpëtuar vetëm ata të cilët kanë ndaluar nga e keqja. Kurse ata të tjerët i kemi dënuar me dënim shumë të ashpër për shkak veprave të këqija të tyre. Pra, shpëtimi vjen, ndihma për Allahut Azza wa Jall, jo se jemi namazlik, jo përveç për këtë punë, jo se jemi besimtar, por veç nëse edhe për pos besimit jashtojmë edhe urdhrin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Elusim Allahun të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Elusim Allahun të na i falë mëkatet. Elusim Allahun të na ndriçojë zemrat tona me iman. Elusim Allahun të na udhëzojë neve përmes neve të udhëzojë edhe të tjerët. Elusim Allahun kur të ndajmë prej kësaj dynjaje të ndajmë me fjalën la ilaha illallah, duke qenë Allahu i kënaqur me neve. Elusim Allahun të ndihmojë muslimanëve në Palestinë. Elusim Allahun të ndihmojë muslimanëve në Gaza. Elusim Allahun të ndihmojë muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë. Elusim Allahun të mëshirojë të vdekurit tanë, të laj borxhet tona, të shërojë të sëmurit tanë. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah.
inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.